Me që folëm që e rëndësishme patjetër në prodhimin e oksitocinit dhe aktiviteti fizik, por jo vetëm, aktiviteti fizik është për gjithçka, për shëndetin tonë të përgjithshëm. Në studio jam me Albina Draghi, është sportiste, mundse profesioniste. Në datën 7 prill, Albina do të na përfaqësojë në kampionatin evropian në Sloveni, mbahet në Sloveni. Mirë se erdhe Albina, kënaqësi që jemi bashkë. Mirë se ju gjeta, kënaqësi të nis ditën me ju. Tani mund ta themi e plot gojë që ti je vajza më e fortë në Shqipëri. Po. Ty nuk të dilet përpara. As meshkuj ndoshta nuk të dalin dot. Jo, shiko, nuk jam e dhunshme. Jam profesioniste. Je në sportin e mundjes, një sport jo shumë i përqafuar nga vajzat sidomos. Por që ty të është dashur që të stërvitesh, ta zhvillosh të sport në Shqipëri, ta zhvillosh këtë sport edhe të përfaqësohesh, të kualifikohesh në kampionatet evropiane botërore, ta duash këtë sport, sepse nëse nuk e do diçka, nuk arrin dot aty ku do të ku ke vendosur qëllimin tënd. Tani më thuaj pak si po ndihesh ti që je ndër të vetmet që ti na përfaqëson kaq denjësisht. Të them të drejtën, duke pas parasysh se si u futa në këtë sport edhe se si ngeca le ta fus në thojza, sepse ishte dëshira ime që ta vazhdoja më tej. Jam shumë krenare që e përfaqësoj Shqipërinë në për kampionate evropiane dhe botërore, sepse realisht mundja është një sport shumë i vështirë, është goxha i vështirë për të arritur që të kalosh në nivel profesionist duhet shumë stërvitje, her pas here dilja nga stërvitja edhe duke e qarë, aq shumë... Nga mbilodhja. Nga mbilodhja, ndoshta edhe nga arritje që doja ti arrija për shembull atë seancë stërvitore dhe ndoshta nga ngarkesa e tepërt nuk mund t'i arrija dot, po prap nuk u dorëzoja, vazhdoja dhe të nesërmen përpiqesha që ta arrija atë që kisha për të arritur ditën e djeshme. Sa vite ke në sportin e mundjes? Ti ke qenë volejboliste në fillim, apo jo? Kam qenë me volejbolin. Po, kam qenë volejboliste. Kam 6 vite që merrem me sportin e mundjes, që nuk janë shumë për të arritur në nivel profesionist, por realisht më janë dashur që të punoj shumë dhe paradite dhe mbasdite të stërvitem, që të paktën të arrij dhe të afrohem afër vajzave që marrin pjesë në kampionat botëror, sepse realisht është elit, është nivel shumë i lartë në përbot, sepse sporti i mundjes në përbot, si tek femrat, si tek meshkujt, është shumë i zhvilluar. Në Shqipëri, do me thënë, është më pak i zhvilluar, por që shikoj që... Sa kemi në Shqipëri krahasuar me sportistët e tjerë, kur ti takohesh, bisedon me ta, çfarë kushtet kanë ata, çfarë kushtesh kemi ne, çfarë na mungoj, çfarë duhet përmirësohet, çfarë të pengon ty për të stërvitur më mirë? Po, pyetje e dur ishte kjo. Të them të drejtën, ka ndryshime kushtesh, kur unë flas me vajzat e tjera, sepse më ka rastisur që të bëj dhe grumbullime të cilat më kanë zgjatur 1 muaj, janë si trajnime, do me thënë, dhe kur flisja me vajzat e tjera në përbot, do me thënë, edhe vende që nuk janë shumë të zhvilluara, sepse normalisht vendet të zhvilluara kanë shumë kushte, sepse nuk punojnë, mua më duhet të punoj gjatë ditës, gjithashtu të stërvitem, të gjej atë kohën që të mundem të pushoj pak, sepse normalisht regjimi ka shumë rëndësi, do me thënë, mundohem që të pushoj, të stërvitem, të ushqehem dhe të fle në orarin e duhur, por ndërkohë më duhet që ti është një lloj disipline e rept për të arritur atë. Patjetër, por që nuk mund ta kem 100% sepse më duhet të punoj. Ndërsa në përbot stërvitem paradite, regjimi i tyre është zgjohen në mëngjes, ushqehen, stërvitem paradite, 1 orë ose 1 orë e gjysmë, drekën e kam të gjithën pushim dhe pastaj mbasdite stërvitem prap 2 ose 3 orë. Nëse ty kjo pjesa e pasdites u duhesh ta zënësosh edhe të punosh. Po, unë stërvitem mbasdite kam stërvitjen time, paradite stërvitem në palestër, por që prap normalisht të duhet më shumë punë që fse pretendon për medalje ose lojrat olimpike në të cilat pretendoj që të... Tani në Sloveni e njeh kundërshtar me këtë do të mundesh? Jo, nuk e njohim. Kundërshtari del... Nuk ju prezantohet më përpara? Jo, del 1 ditë para ndeshja, sepse mund të kem shumë kundërshtar dhe janë rënditje, do me thënë që dalin se me këtë do ndeshem, edhe nuk dalin më shumë se 1 ditë para ndoshta, për arsye që mos ta njohim kundërshtarin dhe mos jemi të përgatitur. Mos zhgriloni, u lumtoni rreth karakteristikave fizike apo pjesëmarrjeve të saj. Jo, kështu është si rregullat në përgjithësi, vetëm 1 ditë para del. Kur hidhet shërteu, 1 ditë para, kur grumbullohen të gjithë tek ndeshjet,
edhe ti shikon pastaj ke kundërshtarit, aty fillon pastaj emocionet, duke parë se çfarë lëvizjesh bën edhe çdo gjë tjetër. Ndihesh emocionuar për këtë kampionat? Jam e emocionuar. Je përgatitur, ke vetbesimin e plot? Po, jam e përgatitur, vetbesimi fitohet duke punuar, sigurisht. Patjetër që kam vetbesim, sporti i mundjes është një ndër sportet që të krijon shumë vetbesim, si në ato sport, si në jetë, si kudo. Por që të gjitha sportet, aktiviteti fizik, të them të drejtën, do me thënë të gjithë njerëzit që merren me aktivitet fizik, besoj e din këtë gjë. Një vajzë me origjinë nga Kuksi. Albina është me origjinë nga Kuksi. Sa të ka ndikuar ty të qenit kuksiane në këtë sport? Ka ndonjë lidhje ndoshta të... Shiko, Kuksi është mbajtur gjithmonë, me thënë drejtën, për mundje goxha të zhvilluar, pavarësisht se këto kohët e fundit, se di, ndoshta nga që të gjithë janë transferuar në Tiranë, ose nuk e di, por që mendoj se është në gjak. Mendoj se është pak në gjak. Si ka reaguar? Ka pranuar familja që ti të përfshihesh në sportin e mundjes, apo ka thënë çfarë të duhet mundi aty, po shikon ndonjë sport tjetër ose çfarë të duhet, por e kam parë që mendja ime është aty, dhe sigurisht më kanë suportuar. Patjetër që po. Çfarë të veçon ty nga mundëset e tjera? Ke teknikat e tua, sekretet e tua, lëvizjet e tua që the, varet se si e ka kundërshtarja, pra çfarë e bën të suksesshme një mundëse? Atëherë, se cila ka... Pra forca, teknika, apo? Se cila ka veçoritë, do me thënë se cila ka armën e saj të fortë, do me thënë dikush ka teknikën, dikush ka shpejtësinë, sepse mundja ka disa elementë të cilat e përbëjnë. Por që unë mund të them forca më ka ndihmuar goxha, sepse kjo ishte edhe mënyra se si unë u futa në mundje, do me thënë më zbuluan forcën time, dhe më thanë që okej, ta provojmë një herë dhe kështu vazhdova, do me thënë, mu desh që të mësoja disa teknika dhe ke ndonjë histori të rrugës ose një histori të rastësishme, se ndodh tani këto konfliktet mes vajzave, ke qenë pjesë në ndonjë situatë të tillë, tjetra nuk e ka ditur që kishte të bënte me Albinën, që ka një forcë, është mundse. Në përditshmëri, po më thua. Okej, po, kam pasur një situatë, por jo, sigurisht, shiko, neve dënojmë me ligjin në qoftë se... Ushtroni profesionin jashtë ringut. Po, e vërtet. Dhe nuk, do me thënë, është vërtet, është për, do me thënë, ata që merren me sporte force, nuk lejohet që të godasin dikë për shembull në rrugë, ose të kenë grindje të tilla në rrugë, sepse normalisht forca dhe teknika sigurisht ti do të jesh superiore në atë pjesë. Edhe dënohem duke mos marrë pjesë pastaj në sport për 5 vite, gjë që nuk më intereson. Nuk të intereson. Por që nuk jam impulsive në përgjithësi. Të ka ndikuar sporti, patjetër, për të qenë më qetë edhe. Siç po thoshit dhe më parë, shkarkimi i kortizolit. Të ka ndikuar. Edhe për një fizik për t'u admiruar. Faleminderit. Apo jo. Ta vënë në pade të tjerët, besoj, për fizikun. Po. Nuk je nga ato vajza që kanë muskuj të theksuar, apo zona ku janë të tepruara me tepric, dhe ti i ke ruajtur shumë mirë linjat femërore, pra je mes feminitetit, të qenit një vajzë shumë feminile, dhe fort në të njëjtën kohë. Të them të drejtën, kam goxha muskuj, nuk e di, ndoshta nuk duket, por që ideja është që i kam ruajtur. Ne i shohim edhe po tek stërvitjet që ti po... Jo, muskujt janë goxha të theksuar për një femër normale, do me thënë, por që si që the dhe ti, kam ruajtur dhe pjesën e feminitetit, duke ruajtur edhe pjesën e formave trupore, sigurisht. Sepse nuk më pëlqen që të dalë edhe komplet jashtë. Mund të di për masat e tua, gjatësia, pesha, dhe kësa luaj në rëndësi karakteristikat fizike në një sport të tillë? Kanë shumë rëndësi, që është e vërteta. Unë jam e gjatë 1,71, por pesha është ajo që më merr shpirtin fare kur kemi gara, sepse më duhet të bie nga pesha, për arsye se kundërshtaret gjithashtu, do të thënë, është me kategori peshe. Pesha ime është 65 dhe 68 kg. Do të thënë, më duhet të Kjo është një peshë ideale për gjatësinë që ka një vajzë në ditët e sotme, apo? Për gjatësinë time, në fakt, në normalitet unë jam 70 kg. 70-71 kg. Do të thënë, në përgjithshmërinë time duke u servitur dhe duke ngrënë normalisht. Dhe për të rënë nga pesha, më duhet që të ul pak ushqimin, do të thënë, të gjitha, karbohidratet, proteinat, sepse nuk kam dhjam për të hequr më dhe më duhet të ul pak muskulin, por kjo më ndikon negativisht faktikisht, sepse më ulet dhe forca gjithashtu. Por më duhet të bie nga pesha, për arsye se në kampionate
bien me mënyra të ndryshme, jo në këtë mënyrë, që vim prapë në kushtet e vendit tonë, sepse bien me ilaçe, do me thënë, me stimulues, po, sigurisht nga doktor, do me thënë nuk janë të paligjshme, por që ndikojnë për mirë në performancën. Po, tek performanca tyre, sepse nuk ju bie fuqia. Por që janë goxha të shtrejta. Në datën 7 prill, në ndeshjen që ende nuk e dim kundërshtaren, por Albina jonë do të na përfaqësoj denjësisht. Më thej që punon si trajnere personale. Po, punoj si instruktore crossfiti dhe trajnere personale. Si e shikon qasjen e grave vajzave për të stërvitur, sidomos tani në këtë periudhë ku të gjithë bëhemi gati për plazh? Është vonë për të filluar tani dhe për të marrë me veten? Jo, absolutisht. Nuk është vonë. Një regjim i mirë ushqimor dhe një stërvitje të paktën 1 orë në ditë për të gjithë njerëzit normal, domethënë që janë sportistë, është më së mjaftueshme për të arritur një trup të shëndetshëm një herë në radhë të parë, sepse kjo është më e rëndësishmja, dhe pastaj një trup të bukur, pse jo? Një trup të bukur, një trup i shëndetshëm, është dhe një mendje pastaj më e shëndetshme. Ajo që duhet të gjithëve në periudhën në cilën jetojmë në këtë jetë frenetike. Di që je trajner personale edhe e këngëtares Gjensila Myrte Zaj, apo jo? Po. Jam trego pak, deri në një sekret. Sa orë stërvitet Gjensila? Sa intensive, sa ambicioze është në këtë pjesë. Trupin e ka për të admiruar gjithashtu. E vërtet, trupin e ka për të admiruar, dhe unë që merrem kaq shumë orë në ditë me stërvitje, jemi do me thënë kështu, më thot do të bëj konkurrent. Edhe i them edhe pak me këtë vullnet që ke, mund t'i arrish. Sa orë në ditë stërvitet Gjensila? Është e rregullt? 1 deri në 2 orë në ditë. Do me thënë, është goxha e rregullt, edhe e shikoj ndonjëherë dhe kur nuk ka mundësi që të lëri fëmijët i merr me vete, po edhe nuk e lë stërvitjen, do me thënë kaq shumë. Madje një ditë postova në Instagramin tim duke motivuar edhe vajzat gratë të gjitha moshat, sepse kemi në palestër edhe gra në moshën 50-60 vjeçe dhe vinë edhe realisht. Për shembull, kam shembullin që kanë ardhur në CrossFit, jo domosdoshmërisht, sepse nuk mund të kenë të gjithë kushtet që të fillojnë personal trainer, sigurisht, sepse është pak më e shtrejtë, një kosto më e madhe, por që për 2 muaj ka rënë në 13 kg dhe për të është një ndryshim shumë i madh dhe ndihet shumë mirë dhe unë gjithashtu ndihem mirë kur. Dhe në lidhje me puna konkrete që ka një personal trainer, konkretisht në rastin e Gjensilës, meqense e morëm si personazh publik shembull. Përveç se stërvitjes intensive, disiplinës, regjimi ushqimor, çfarë bën tjetër një personal trainer në raport me të? Pra, të merr telefon Gjensila, hangra këtë u ndjeva keq, si mund ta? Po, bëhet dhe kjo. Sigurisht, një personal trainer, për shembull unë, janë të ndryshëm, do me thënë se cili ka metodën e vetë, por që unë mundohem përveç programit që është specifik për secilin, sepse ka trupa të ndryshëm, duan të arrijnë gjëra të ndryshme, dikush do të humbasë peshë, dikush do të shtojë masë muskulare, edhe ushqimi për ta është i ndryshëm, si dhe stërvitja. Por që në rastin konkret, për shembull, më shkruan ndonjëherë që shiko se sot hëngra pak të se mbarova një koncert shumë vonë edhe normalisht sepse ka punë shumë punë të lodhshme, të mbi ngarkesë, siç e thash unë edhe për veten time, që më duhet të mbaj një regjim të fortë dhe prapë ndonjëherë më rrëshket pak, domethënë. Tek ushqimi, po, patjetër po, sepse të ndohemi. Jo vetëm të ndohemi, është përditshmëria, është puna që të bën që mos të kesh mundësi që të gatuash çdo ditë në shtëpi. Patjetër unë mundohem të edhe kur porosis ushqime, mos të porosis, domethënë kjo vlen për të gjitha vajzat, për të gjithë njerëzit që porosisin, le të porosisin diçka të shëndetshme, po. Për të mos e dëmtuar trupin dhe të mos u ndjerë në faj pastaj dhe për të hequr ato kilogram. Edhe gjumi sigurisht futet tek pjesa e regjimit, si tek një sportist elitar, si të gjithë njerëzit e tjerë, domethënë që japin një performancë më të mirë në stërvitje, kanë rezultat më të shpejt, sepse sigurisht niveli i stresit ulet, nga gjumi. Performanca është më e mirë, absolutisht. Ata që kanë vendosur ta fillojnë tani një stërvitje apo të gjejnë dikë për ta ndihmuar në arritjen e pikëstynimeve, qëllimeve të trupit të tyre, është vonë? Jo, patjetër. Në çdo moshë?
mund të bëhet një trup? Pa tjetër që po, nuk ka mosh. Kështu që të gjithë ata që mund të dëgjojnë... Jo se është kjo masa muskulare, fillon dhe bie, mezi fillon ngre... Shiko, nuk po them që është e njëjta gjë si të stërvitesh në moshën 20 apo 30 vjeçe dhe si të stërvitesh në moshën 50 vjeçe, por do me thënë nuk është njësoj, e kam fjallën... Po do vullnet. Jo, shiko, vullnetin, mora një shembull të një gruaje që është 60 vjeçe dhe kemi në palestër, nuk është vetëm ajo, ka dhe disa të tjera, por që ka një vullnet të papar dhe të heqësh 13 kg për 2 muaj në atë mosh, do me thënë, kjo tregon që vërtet nuk ka mosh. Po është e shëndetshme të heqësh 13 kg në 2 muaj? Po, sepse kur ke një mas të madhe dhjamore dhe ujrat në trup, do me thënë, mund të hiqen shumë thjesht, do me thënë nuk është problem, dërsa sigurisht në qofse heq, kur ti mba një dietë super strikte dhe të bie dhe masa muskulare gjithashtu, kjo nuk është e shëndetshme. Pra, sigurisht të dyja në ekuilibër, nuk mjafton absolutisht vetëm stërvitja, por edhe regjimi ushqimor. Janë të dyja shkojnë bashkë. Pa njëra tjetër nuk funksionojnë. Edhe njërë të falenderoj, Albin, falemderit që erdhe. Shumë falemderit. Për këdo që ka nevojnë për ndihmë profesionale, për të rënë nga pesha, për të rregulluar, le të themi, siluetën e trupit, sigurisht që Albina do t'ju vinë ndihmë, edhe pse shumë e zënë ngarkuar këtë periudhë, është në dispozicion. Patjetër që po. Faleminderit dhe suksese. Faleminderit të gjithë shikuesve që na ndoqën për gjatë ditës së sotme. Ju uroj shikim të këndshëm në programacionin në vazhdim. Do të shihemi nesër me të tjera tema, të tjera këshilla dhe të tjera receta. Mirupafshim.